me Kurtin? Unë mendoj që ata të cilët ju kundërvyjnë Kurtit, si zotri Abdi Xhiku, zotri Limaj, zotri Haradinaj, ata... Po, Limaj u prish me Haradinaj për shkak se donte të bënë koalicion me Kurtin. Po, unë mendoj që interesi tina ka qenë madhor, dhe një interes madhor Kurti nuk ka interesa për shkak se në kuptohen me 3 deputet ta mersh kryetarin e kuvendit, është jashtë logjikshme. Të kemi një marrëveshje, po të kish një marrëveshje me zotri Kurtin, edhe zotri Limaj në zgjedhjet e ardhshme do të kishte ngritje, unë besoj që do të kishte ngritje paralelen e zotrit Haradinaj nga Alianca për Armërinë e Kosovës. Haradinaj arriti të futet në mos gaboj. Do të shikojmë, do të bëjmë testin prap, për shkak se... Ka i boli përgati 9 deputet, LDK-ja 13, Haradinaj 9. Nuk e shoh për 9, për shkak se votat mërgjimtarve me post, votat mërgjimtarve në përfaqësitë tona konsullore dhe diplomatike të Republikës Kosovës, votat me kosh që janë rreth 9.000, e ndryshojnë komplet këtë përqindje dhe kuptohet votat nga diaspora, votat me post dhe votat në përfaqësi diplomatike dhe konsullore të Republikës Kosovës janë dikun 10% besoj shumë fort, besoj që janë për koalicionin vetëvendosjes me numër 1-6, koalicione për bëjnë vetëvendosje, lista Guxha Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokratiane. Dhe në këtë rast, unë mendoj ma shumë ka fituar lista Guxha dhe Alternativa, po ashtu edhe për LDK-ja, se sa LDK-ja Alianca. Këta do të merrni parasysh për shkak se këta janë koalicion e fitores, ndërsa ata janë koalicion e humbjes. Dhe mendoj që këto çështje duhet të shikon mirë opozita dhe të mendoj që si të veprojnë në kohën e ardhshme. Kjo dihet, Lau Konjuca, ish kryetari i Parlamentit të Kosovës, pa thënie do t'i bëjmë tokë të zezë dhe ajo ndodhe realisht me LDK-n sidomos, i kanë bërë tokë të zezë sepse vetëvendosja 2 herë ja ka mundësinë, do në realisht, po ta shikojmë 3 herë, por LDK-ja nuk ka ditur të shfrytëzoj këtë mundësi, dhe sot kemi këtë përqindje, mund me shku edhe ma poshtë, se manal nuk mund me shku ma poshtë me përqindje, duke marrë parasysh që momentin që merë vota vetëvendosja në përqindje tjetër, në zbret LDK-ja dhe Alianca. Edhe diçka të fundit kam tek rast për ta mbyllur me Veriun. Çfarë mendoni që do bëj Kurti këto 4 vite atje? Se besoj do vazhdoj të përdoret edhe për retorik, edhe për... Nuk e di se si vetëm po më duket se po mi lexon mendimet dhe po më bën pyetje. Ne kemi folur shpesh. Dhe kështu që unë mendoj që me zotri Kurti, zbashku me mu, me ty, me gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, edhe me Nenad Rashidin me të gjithë, duhet të bashkëpunoj dhe duhet të faktoj provat materiale dhe faktike para Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, që lista sërbska të shpallat organizat terroriste për shkak se ka marrë pjesë në sulmin e Banjskës dhe në organizimet e tjera terroriste në Republikën e Kosovës. Dhe kjo do të ishte qëllimi im personal kryesor, që lista sërbska të shpallat organizat terroriste politike për shkak se është e tillë. Dhe kryeministri Kurti bashkërisht edhe me opozitën, zbashku, të gjithë zbashku, edhe me partinë e Nenad Rashidit, edhe me partitë e tjera, mendoj që do duhej të votojnë në Parlamentin e Republikës Kosovës dhe të shpallat organizat terroriste lista sërbska
dhe të ndjeken të gjithë ata që janë pjesë përbërëse kësaj partije, si Slavko Simiqi, pjesë përbërëse e sulmit terrorist në Bojës, duhet të ndjeket penalisht dhe realisht ata të cilët janë kundër Shtetit të Republikës Kosovës, ata që bëjnë sulmet në terroristë në Republikën e Kosovës, duhet gjykohen dhe duhet përballen me drejtësinë. Kosova duhet jetë e pastër nga terrorizmi, pa marrë parasysh se çfarë terrorizmi. Qytetari duhet jetë i barabartë, çdo qytetar i Republikës Kosovës, para policisë, para gjyqësisë, dhe anasjelltas policia e Republikës Kosovës dhe gjyqësia dhe kryeministri dhe ministrat e kush do të qoftë duhet të respektojnë shumë komunitetin serb dhe jo shumicë realisht, dhe të punojnë me ta, të bashkëpunojnë, të ndijnë veten si qytetar të Republikës Kosovës. Një gjë të tillë e ka bërë zëvendës drejtori Veton Elshoni, dhe kështu që do duhet veprohet nga çdo pjesëtar i qeverisë, qoftë edhe i policisë, edhe forcave të sigurisë të Kosovës apo kudo tjetër, se bashkëpunimi, lehtësimi i qytetarëve të nacionalitetit serb në Republikën e Kosovës, qytetarët të Republikës Kosovës, duhet të bashkëpunojnë për të mirën e fëmijëve të tyre dhe për të mirën e çdo njeri nga ne. Pse ne të kemi konflikte, pse ne të bashkëpunojmë me organizata terroriste duke dëmtuar vetveten. Ne duhet të bashkëpunojmë për të mirën e fëmijëve tonë dhe të jemi të hapur së bashku të arrijmë qëllimet tona në një shtet të përbashkët dhe duke u bashkëpunuar, duke organizuar gjëra të mira për fëmijët, për të gjithë ne, atë ne mund të shkojmë më shpejt në Bashkimin Evropian dhe Kosova të jetë e barabartë për të gjithë. Duke uruar më të mirën për Kosovën, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë. Ju falenderoj nga ju për mundësinë dhe koordinimin. Njëkohësisht me lejoni që uroj gjithë shqiptarëve kudo të janë festat e fundvitit dhe shpresoj të kenë shëndet, harmoni dhe begati në familjet e tyre. Një ashtu edhe për ju. Amin, falenderoj shumë. Falenderoj.